për herë, duke që na për finales, duket sikur i ndikojmë njerëzit, sikur i bëjmë elozhe dhe sikur i bëjmë Po mima, edhe kur tha për formatin e Top Channel, ta falenderojmë. Edhe këtu. Edhe, bravo. Tani, ti e ke kuptu këtë gjë. Por, fakti që e tha Marini, shumë mirë bëri që e tha, se duke patur dhe formatin e tillë të emisioneve që ai ka, që, domethënë, kjo gjëja i ri, bëri shumë mirë dhe ai mori, në rregull pa edhe ta them, dhe ai mori, domethënë se të them fjalën, për të gjithë ata që kishin ardhur dhe plus vinte nga Kosova dhe gjithë kjo i erdhi dhe si një gjë organike për ta thënë dhe nuk është se e tha për të dëmtuar dikë nga ne. Tani ti e di që unë prandaj bëra atë sqarim. Ti i prekshëm në këtë rast, por mua dhe më është ndaluar të flas për të gjë dhe për vërtetë ky vogël son ta ke përdor kartën e patriotizmit. Atë ta ka thënë për herë, kështu që nuk të bësh punë se e tha gjesti atë. Jo, po, nuk mund të ma thot kur unë kam ndaluar që atë ditë që thash ti nuk përfaqëson Kosovën. Se jam përmendur më. Po, ai shiko, Larti, këtu kanë thënë gjëra akoma më të prandaj thash dhe unë që mua më vjen keq që 32 prime nuk na ka shërbyer, që një gjë që është sqaruar në javën e dytë të përmendet në javën e 32. Në javën në prime e 32. Larti, ne besoj e kemi thënë dhe stërthënë. E ke thënë ti, e kam thënë unë për çdo mesazh të hedhur. Domethënë për çdo para që kanë harxuar për ne. Kjo dihet. Produksionin ne nuk ka përfunduar kjo gjëja, që të dalim në post Big Brother dhe të falenderojmë nga i pari tek i fundit, okay? Sepse deri tani ne jemi në një garë në këtë produksion. Fakti që kemi zgjedhur ta bëjmë, fakti që kemi zgjedhur të vim në këtë produksion, do të thotë që ne e mbi vlerësojmë produksionin. Sigurisht. Kjo s'ka nevojë, se jemi këtu ne. Po prandaj dhe kur unë analizua 2 herë që, do të thotë se prandaj thash, thoni nga një fjalë, falenderoj sa. Dhe dëgjova, ignorantë pa falenderoj këtë, në të dytë, në të tretë, në të thash dhe në kam në fenon pika dhe do dëgjoni këtë falenderoj. S'ka kuptim. Ky muhabet. Flash, çdo njeri flet për veten e tij. Çdo njeri flet për veten e vet, dhe unë prandaj punë vita dhe fola dhe thash, unë ndjem më mirë që e bëre këtë, se mua më bëre të ndjem keq. Pse Orart, unë s'u ndjeva keq? Sepse ti e di që gjithë debatet e mia në panel